Galeria e Artit në fshatin Dervician të Bashkisë Dropull, e çelur vetëm pak muaj më parë, po kthehet në një pikë të rëndësishme tërheqjeje për vizitorët, me piktura të dhuruara nga artistë brenda dhe jashtë vendit, të cilat pasqyrojnë pamjet piktoreske të zonës. Galeria sjell më pranë kulturën dhe traditat e Dropullit. Na la shumë përshtypje mënyra si është paraqitur historia përmes artit. Do t'ua u rekomandojmë edhe miqve tanë ta vizitojnë këtë vend. Është një galeri shumë e bukur. Na pëlqejnë shumë pikturat sepse tregojnë jetën dhe traditën e kësaj zone. Është një eksperiencë shumë e veçantë për ne. Përgjegjëse e Galerisë së Pikturave në Dervician, Julia Diamanti, shprehet se synimi është pasurimi i mëtej i kësaj galerie. Përmjet pikturave është promovojnë artin e tyre, kulturën, të kemi dhe një tërheqje për historinë e Dropullit, kemi shumë gjeografi që punojnë për kisha, piktura të fshatit, kemi me gdhëndje në dru, skulptura. Ka një tërheqje nga turistët që vinë vizitojnë zonën e Dropullit, fshatin tonë, dhe kthehen edhe në galerin tonë të shikojnë dhe pikturat. Bashkia Dropull synon që galeria të shndrohet në një destinacion të qëndrueshëm kulturor duke tërhequr gjithnjë e më shumë vizitor dhe duke promovuar vlerat artistike e historike të Dropullit.